Zoti Islami, nuk e di nëse e keni dëgjuar deklaratën e eurodeputetit çek I cili deklaroi se Edi Rama përmes njerëzve të tij po dërgon para jashtë shtetit. Çfarë do të thotë një deklaratë e tillë? Unë e besoj 100% eurodeputetin çek për ato që ka thënë, sepse cili do nga diktatorët që kanë kaluar në historinë botërore, gjë e parë që kanë bërë, kanë marrë parat dhe kanë ikur. Shembulli më I fundit ka qenë ky Asadi I Sirisë. Kështu që dhe Edi Rama duke parë fundin e tij shumë të shpejt, shumë të afërt, patjetër që ka marrë parat dhe ka ikur. Dhe për mendimin tim nuk ka hequr para letra ai ka hequr florin nga Shqipëria. Dhe floriri shqiptar bën të njëjtën gjë që ka bërë Ahmet Zogu në vitin 39. Edi Rama është në fakt është përfaqësuesi tipik I këtij populli që po e lejon dhe nuk shkojnë që t'i zërë frymën atje ku është. Dhe të ndaloj. Sot pas më dërguar një video nga aeroporti I Rinasit, ku në një aeroplan zveçeran shkonin furgona dhe shkarkoheshin tek aeroplani, në një kohë që pasagerët e këtij aeroplani kishin nipur me konta. Kjo I thot të tëra, po këtu çdo gjë e ka në dorë diktatura, e ka në dorë shërbimi sekret, e ka në dorë drejtësia, e ka në dorë ai jashtë quajtur I parlament që janë të tërë të shqitur, janë të tërë që ka blera ma u ka mbyllur gojnë dhe nuk ndihet askush. Fakti që kalojnë furgona pa I kontrolluar kush, pa u deklaruar çfarë kanë ngarkuar, çfarë shkarkojnë, kush destinacioni, çfarë dokumentash ka, të tëra gjithçka në heshtje inerësi të plot mediatike dhe publike. Dhe patjetër që ajo që thot deputeti eurodeputeti çek është shumë e saktë. Unë e besoj 100% sepse duke ditur se çka bërë Edi Rama që nga ka 30 vjet në pushtet, që nga 98 deri më sot është 30 vjet në pushtet, 30 vjet që vjel dhe vjes para, grin para, ha lekët dhe djersën e shqiptarëve dhe shqiptarët ka akoma shqiptar që e mbështesin dhe e duan. S'kam çfarë të bëj, janë shumë. Në fakt ato video e pash edhe unë, por edhe pse duhet verifikuar konkretisht, në këtë rast sipas pamjeve dukeshin furgon të cilët transportojnë para. Pra ata që I shohim zakonisht në rrugët e Tiranës. Në këtë rast do duhet të ketë një sqarim zyrtar për këtë gjë, por nga ana tjetër çfarë po përgatit Edi Rama në këtë rast nëse marrim të mirëqen deklaratën e eurodeputetit çek? Ka rrezik që ti ke vetë fshehurazi pa u deklaruar, pa kaluar, pa u shënuar në sistemin fix, dhe ti ke vej në Izrael, se ai pra ti është përgatitur dhe atje do vej. Pra ju mendoni se mund të ketë një skenar si ai Ahmet Zogut I cili u arratis nga Shqipëria? Eksakt, ashtu pse. Dhe që Ahmet Zogu iku me tokë, ky ikën me avion dhe shkon në Zvicër. Dhe pse këta furgon që janë për transport vlerash të mëdha shkojnë dhe shkarkojnë në një aeroplan që shkon në Zvicër. Çfarë ka Zvicra që shkon në Zvicër, nuk shkon në Itali bie fjala? Në Zvicër është I gjithë ari botëror dhe floriri botëror. Kështu që edhe monedat më të shkëlqyera të botës. Kështu që ky atë po bën. Dhe kam dyshim se mos ka boshatisur komplet thesarin e shtetit. Dhe ato që mbetën nga në 88 që la në 2000 kur u vot thesari nga Ilir Meta dhe Sali Berisha, dhe ato që kanë mbetur I ka marrë ky dhe Shqipërinë e kanë lënë në ditë të hallit. Nuk besojmë se ka shkuar deri në atë pikë sa që të zbrast thesarin e shtetit. Nga ky prit gjithçka. Po sa I përket të rikthimit të tij në theth, si e keni parë pra, se ishte një rikthim pak a shumë në vendin e krimit, nëse mund të themi në thonjza? Jo. Unë kam fatin e mirë që kam qenë një 15 vjet në Greqi dhe mbaj mend një këngë që thotë Irthes pali pisës të ndopo të nglim atos u kthye përsëri thot në vendin e krimit.
Pra, krimineli shkon gjithnjë në vendin e krimit. Atë që ka bërë në feth ai, duhet ta kishte paguar shumë shtrenjt. Mirë, po s'kan mbetur burra. As në feth, as në Malsi, as në Dukagjin, as në Shkodër, as në Lezhë, u boshatis vendi. Është boshatisur vendi. Prandaj breth ai. Ai tani në Shqipëri ka lënë vetëm kastën e tij të polici, gard dhe parlament dhe asnjë gjë tjetër. Ai Shqipërinë do e lërë tokë të djegur, sepse koncepti i të gjithë diktatorëve kur ikin nga pushteti, ata dhe kur janë duke vdekur thonë mbas me u boft zjarri, jo më kur ikin kështu dhunshëm, që e ka tmerr. Edhe do që mbastia Shqipërinë ta shikoj të shkatëruar. Tokë të djegur. Po. Zot Islami, me gjitha këto që po bën Edi Rama, si mendoni cili do të jetë fundi i tij? Nuk di qëndrimin amerikan për të. Se deri tani s'kan folur. Heshtja amerikane është heshtje e frikshme, shumë e frikshme. Fatet e Shqipërisë. Heshtja amerikane do të thotë që Ivanka Trump pas ka ardhur dhe me të vërtetë ka marrë Sazanin, me të vërtetë ka marrë Gërdecin, me Vërnecin, pardon. Pra ja ka dhënë Zvërnecin, Vllahinën, fushën e Myzeqes, midis Fierit dhe Vlorës, Karavastan, të tëra i ka dhënë. Dhe ai prandaj janë përgatitur të fundit këto ta dish. Ta din qytetarë shqiptar. Ai para ti kanë nxjerrë jashtë me atë avionin zviceran, pa diskutim. Kloririn po ashtu, gurë të çmuar dhe të tjera gjëra të çmuara që ka pasur pjesari shtetit dhe banke shtetit, patjetër që i ka marrë, se i ka të tëra ati, i ka të tëra në kontrol të tija, dhe kështu që ai mrapa do lërë tokë të djegur. Është lënë tokë e djegur, pra ta që kanë sy në balë, ta shikojnë, megjithatë dale ta shikojnë kur të dalë tymi në mediat, në ekranet e televizionit, se ndryshe nuk binde shqiptarët. Zot Islami, po nga ana tjetër procesën, si e shikoni, a nuk është duke çuar ajo drejt dorëheqjes Edi Ramën, nisur nga fakti që protestuesit kanë deklaruar se do të jenë aty edhe në gusht, edhe në fillimin e sezonit të ri politik, pra në shtator e tutje? Protesta vërtet ashtu nis dhe ato objektiv ka, por protesta është sabotuar, është përçar, sepse në protest kanë futur hundët dhe thonjtë e tyre, zbulime të huaja, njerëz të ndërsyer nga lobi greko-izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë dërguar këtu njeriun e tyre, i cili ditë për ditë thotë mos shkoni në protestë sot, po hajdeni këtu tek partia ime. Nuk është nevoja t'ja përmend emrin sepse i ngre vlerat po t'ja përmend emrin, por shqiptarët dhe ju vetë e dini se për kë bëhet fjalë. Pra e shikojnë ditë për ditë, e dëgjojnë ditë për ditë, thot ditë për ditë të njëjta gjëra dhe praktikisht e ka realizuar gjysmën e programit ai, gjysmën e protestuesve i ka hequr, i ka përçar. Ai erdhi për ta përçar protestën, pra të u fut në protestë. Po sa i përket vetë protestuesve që janë në terren dhe protestojnë ditë për ditë përpara kryeministrisë, a mendoni se mund t'i arrijnë objektivet e tyre për ta detyruar Edi Ramën që t'jap dorëheqjen duke qëndruar aty deri në fund të vitit 2026? Pa dhënë dorëheqjen Sali Berisha nuk jep dorëheqjen Edi Rama, harroje. Po Sali Berisha është opozit. Sa është njërë tjetër, pa dhënë dorëheqjen Sali Berisha nuk ikën Edi Rama, ka i di unë. Të tjerat secili i kupton vetë. Sali Berisha i bëri dhe ndryshimet në strukturën e sekretariatit, kryesisë, rikonfirmoi sërish Flamur Nokën, pra duket se do të ketë një dorë të fortë kundrejt Edi Ramës. Absolutisht jo. Ka vënë atë sozin e tij, si thuash, alter egon e tij. Jo zotëri, s'ka bërë zgjedhje në Partinë Demokratike ai. Në Partinë Demokratike ai qeveris me dorë të hekur si Enver Hoxha. Eksaktësisht më tamam, të njëjtën politik, të njëjtën veprim, të njëjtat veprimet, e njëjta taktikë, e njëjta strategji që kishte Enveri në Partinë e Punës, të gjë bën ai. Kështu që harroni se mund të ketë një njerëz shpresë Sali Berisha.